Kryeministri Edi Rama priti të mërkurën në takim kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, Rama zbuloi detaje nga biseda e zhvilluar mes tyre. Pas një premtim përsëritur disa herë, kryetari i Bashkisë së New Yorkut, zoti Adams, më në fund erdhi në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë, për të parë nga afër një vend për cilin sigurisht ka dëgjuar shumë nga miqtë e tij shqiptar, po edhe nga unë, dhe natyrisht për të diskutuar së bashku për atë që mund të bëjmë lidhur me turizmin, dhe duke qenë se kryetari i Bashkisë ka qenë kyç në vendosjen e disa linjave direkte të New Yorkut me vende të tjera për të parë mundësinë e një nxitje ekstra në përpjekjen që ne po bëjmë për të vendosur fluturimin direkt me New Yorkun, dhe duke qenë ai shumë interesuar për teknologjinë, ka shumë dëshirë që të takohet edhe me diellën. Eric Adams vlerësoi punën e bërë deri tani në Tiranë, ndërsa shtoi se arsyeja e vizitës së tij ishte për të shtuar bashkëpunimin mes New Yorkut dhe Tiranës. Faleminderit shumë, kryeministër, për miqësinë tuaj dhe që më lejuat të shfaq këtu atë çfarë kam shfaqur edhe në New York, më të mirën e flamurit shqiptar, na pëlqen të themi. Kur mendon për këtë qytet, 25 vjet më parë, ju kishit më pak se sa 100 drita rrugësh. Ndërkohë që 25 vjet më pas, në këtë udhëheqje, shihni një komunitet e qytet në lullëzim që po ecën në drejtimin e duhur nga mungesa e ndriçimit në rrugë. Tani, pasja e një ministre të inteligjencë artificiale duke kuptuar që inteligjenca artificiale në ta rolin që do të luajë inteligjenca artificiale në të ardhmen e vendit të qytetit. Doja të vija këtu pas një sër bashkëbisedimesh në qytetin e New Yorkut, ku kemi një nga komunitetet në më të mëdha, në mos më të madhin të popullsisë shqiptare jashtë Shqipërisë. Doja të vija këtu dhe të mësoja më shumë për teknologjinë, për mënyrën se si ky kryeministër ka qenë në gjendje të kujdeset për evolucionin e këtij vendi e të këtij qyteti, erdha këtu të flas për turizmin dhe për të parë se si të mund të ndihmojmë e të shfrytëzojmë jo vetëm muajt që kanë mbetur në detyrë, por edhe muajt më pas detyrës, për siguruar një linjë fluturimi drejt për drejt nga New York City në Shqipëri, sepse ndihmon banorët atje, por edhe ata që janë këtu në vend. Rama theksoi përpjekjen e bërë për të vendosur linjën direkte të fluturimit me New York.